Se kur e ka lutë Clintonin me shpëtu popullin e Kosovës. E vërtet. Në video originalit në ndan me Rusit. Këtu din këtu kontribute. Quhet tash një palaqë dhe krejt këtu i qëtë bërlak. Do të më qurë lëftetarë, shqiptarë, besimit katolik. Mi shku, mi kërku llogari për videon ku i thot vëllezër edhe për vizitat në kryeqytetin serb. Nuk kam nevojë unë si bujk, si punëtor, me marrë këtë barë, me më pyet ti si moderator, kurse ata heshtja është miratimi së keqës. Dhe miratimi i kësaj, sepse ata kanë dështu, e të fajsojnë tash mu, e le të shkojnë ta vendojnë kur themelin. Apo thu që s'bon ta e kish? Korë për jetë, unë garantoj. Korë për jetë. Janë 2 sene që s'ndodhin korë. Që kjo është ka premtu kjo me përqarja s'ndodhin, rrethona normale ata i kishin ndihmu me ndrejq. Edhe që po rran Albini këta me ndrejq Xhamin e Ibrit. 2 ndrejq që në ndrejq gjithashtu të dyja. Edhe 2 unë ndrejq vet. Volontarisht. E çka keni mesazh për vëllezërit e tu musliman po edhe të krishterë? Unë e kam shkruar në status si reagim se më kanë lodhur të më shkruaj privat lloj palaço. Po dhe se edhe për mua edhe më kanë shkruar shumë, po mendojnë që ti je musliman e po del po fol në emër të krishterëve, gjë që është e vërtetë apo? Ose po mendojnë që na po të paguajmë, ku nuk e di shakan. Po ata kanë problem me tron, se mas pori ata nuk janë kërka. Ai përsëris. Ata duhet me zgjedh ose janë për bashkëjetesë që nuk ka alternativë tjetër, ose janë për përqarje e atë koferit me dinar ata e kanë gabuar adresën, ai koferi me dinar kam ju në fyt. Ata nuk mundën kështu. Unë e kam një mesazh shumë të qartë. Duhet me reagu që tash qytetarë shqiptar besimit katolik dhe tjetra është shteti duhet me arrestu, AKI duhet me vepru, sepse e kanë shfrytzuar vakumin shtetëror, institucional, për më morë me këto pislëqe, sepse unë e kam shkruar atë në reagim shumë qartë. Unë e borti këtë çmimin e përqarjes, sepse mjek tash të qytur musliman, se me kom musliman ata që duhet si a këshim boq aton, i kanë dhonë djallit tem i laqet gabuar dhe kam letrën e Turqisë, që kur dushe përkthej me kur dushe emitojmë, që e dëshmon që është boja, dhe unë e paguaj lartë çmimin e përqarjes, por... Do më thonë ti ndinjum nga kjo përqarje sepse ke pagu çmimin për to? Po unë e paguaj lartë çmimin e përqarjes, sepse përqarja që është kriju në popull, kjo nuk u ka në korë, unë nuk e di që ka ekzistu kjo. Asnjëherë. Dhe kjo përqarje duhet me marrë fund, sepse shikotash, sa martesa është e përzier, dhe me këtë përqarje mund me ardhe i të vllavrasja me vra që thënë një pidajen apo vllau motrën, sepse është kriju dhe martesa të përzira ku janë popull. Absolutisht. Po, kjo është luftë vllavrase, sepse nëse kjo nuk ndërprehet, se kjo shumë kallaj më ndërprej, ligji vepron, hallka ligjore vepron, dënohen ata që i kërcënojnë edhe ata që i fyjnë, edhe merr fund. Dhe krerët që i fryjnë zjarrit edhe dolin fatë me ata që i fryjnë përqarjes, edhe ata duhet me dhënë llogari para ligjit. Pse? Çka lidhje? Veç Zoti është i pagabueshëm. Çka lidhje? Ai pse e ka një post, ai postin e ka një llos, e ka kish përdor. Se nuk është e mojt postin sikur para arsit e tij. Para arsit i s'ka shku kur në Beograd. As para arsit tjetër, 1991, kur i ka thonë Miloševiqi Nik Prelës, po ta rrezikohet kryqi, në fakt 2 republikat katolike janë para që kanë kërkuar shkëputje, ky ka thonë nuk kam më punë me ty. Çfarë kryqi ka pas Miloševiqi? Ai s'ka kryqit. Me pasoni kryqit e si kish vrasur ata njerëz. Ai s'ka pas lidhje me kryq. Duhet jemi të qartë. Përqarja duhet merr fund. Stop përqarjes. Gjon, çka më thon më shumë, mos kisha lidhur më shumë, të falenderoj shumë që gjete ku sonte me qenë prezente unë, sa që ftoj ti vjen, edhe për gjithë shikuesit, domethënë që na ndjekin, le ta dinë që Gjuni është domethënë një njeri që është altruist, i don njerëzit, edhe nuk ka kur gjë kundër askujt. As më tepër kundër krishterëve, se është vetë krishter, edhe kundër muslimanëve. Për gjithë ata që dyshojnë domethënë Gjuni është me të vërtetë është i krishter, vjen nga fshati i Brus, që e keni domethënë një harmoni të jashtëzakonshme dhe bashkëjetesë që haru me përmend, edhe domethënë Gjuni nuk është kundër askujt. Le të vinë ata në fshatin tim Brus dhe le të marrin shembull për 7 milion shqiptarë në barë trojët.
sepse brusi ku unë jetoj nuk e ka heq këtë problem për dallim prej krejt këtyre vendeve që janë përfshime për qarje. Faleminderit shumë Xhan. Respekt. Shumë respekt, faleminderit. Shikuesve natën e mirë, themi kaq të personte, shihemi javë tjera. Faleminderit Natën shumë. e mirë. Natën e mirë, faleminderit shumë.